dhe unë sot publikisht kam kërkuar, me që unë jam në presion nga punëtorët të dinë se çfarë po ndodh, dhe publikisht kam kërkuar nga kryeministri i Kosovës dhe ministri i Financa, që është të dytë në detyrë, që të dalin dhe të shpjegojnë opinionit çka po ndodh me këto mjete dhe pse po vonohen. E thash një krahasim që na është bë një diskriminim edhe me shumën, edhe me ndarjen dhe çka po ndodh tek ne tani, pse nuk po ekzekutohen këto. Këto po themi kështu një farkon e kjo lloj lëmoshe. Përndryshe, edhe këto 100, unë po shpreh shqetësimin tim pse nuk po dalin të njoftojnë punëtorët, me thonë, po, ju do të merrni mrena 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, sepse kemi këto probleme. Nuk i patëm probleme me punëtorët sektorit publik, nuk patëm probleme, mirë që s'patëm probleme me pensionistë, mirë që s'patëm probleme me fëmijët, me neve çfarë po ndodh. Po, ne kemi thonë, këte paraprakisht kjo është një vendim puro politik, por megjithatë edhe nëse është puro politik, s'paku të zbatojnë ata që i keni thonë. Tham të drejtën, unë kam dyshimet e mia që ndoshta tani mund ndodhë që zgjedhjet do të kemi prapë dhe po t'i qesin e këto pare, pastaj ju duhen prapë pare për zgjedhjet e tjera dhe do të mungojnë paret, por megjithatë a priori nuk do të them kurrgjë, por diçka du të them. Neve na kanë diskriminuar në çfarëdo forme, në diskriminimin e shumës, në diskriminimin e kriterit që i kanë qitë për punëtorët e sektorit privat Kosovës, në diskriminimin për vonesën e këtyre, po themi kështu, mjeteve simbolike.